I dashur koleg, sot po ju paraqes rastin e një pacienteje 45 vjeçare e cila na u vu në dukje për dyshime për formim të qafës së mitrës. Si zakonisht, ne fillojmë ekzaminimin sparje transabdominalisht dhe më vonë përmes gavrës e barkut transvaginale. Kjo ndodh sepse duhet të shohim edhe kuadrantet e sipërm të barkut për të përjashtuar masat adneksale ose masat e larta të legenit. Nisi me histerometrin, shohin që është një mitër retroverse. Histerometria është 115, pra kemi të bëjmë me një mitër me volum, afërsisht 3 fish. Endometriumi është në fazën sekrete, në përputhje me fazën e ciklit menstrual të raportuar. Këtu përpiqemi të shohim të bëjmë një skanim koronal që nuk është krejtësisht i përsosur pasi mitra është retroverse. Dhe që nga pjesa e parë, kemi mundësinë të vërejmë qartë vezoren e djagt, e cila duket e rritur ndjeshëm në përmasat e vëllimit të saj, për shkak të pranisë të një formacioni cistik që përmban brenda saj një lloj përgjumjeje, ose më saktë, filamentet e somogenit që më pas do t'i vlerësoj më mirë nëpërmjet translation vaginale. Dhe ja formacioni i lartë përmendur, i cili është lokalizuar në nivelin e qafës së mitrës, i cili ka një ekostrukturë mjaft homogjene, me skaje mjaft të rregullta, madje më të rregullta, dhe që kthehet në Doppler me ngjyra. Ne shohim se ka këtë vaskularizim periferik. Këtu po vëzhgojmë vazhdimisht ende aneksin e djathtë dhe pastaj përsëri këtu vëzhgojmë me kujdes aneksin e majt. Edhe këtu, në këtë rast, shtojca e majt duket pak e rritur në madhësi, me një biometri prej afërsisht 5 cm. Për shkak të pranisë së dy formacioneve anekoike, njëra me një madhësi prej për afërsisht 2.5 cm breaktime 0.5, ndërsa tjetra ka një dimension prej për afërsisht 2 cm. Gjë 18 mm. Dhe këtu ne vazhdojmë. Fshikza, për zbajtja e fshikzës, ne e shohim, muret e fshikzës janë të rregullta. Kalojmë në për rrugën transvaginale, me një herë vendosemi në nivelin të qafës, pra konkretisht në nivelin e qafës së mitrës. Duke vëzhguar me kujdes këtë formacion të veçantë, mund të shihni qartë se vaskularizimi është i tipit periferik. Ky është një formacion me përmasa prej rreth 3 cm ose kryesisht 2/5 cm. Ekostruktura e tij është tipike kryesisht për fibromën dhe gjithashtu vaskularizimi, fakti që nuk është as pak i çrregullt me një strukturë të rregullt. Një vaskularizim të tipit intralezional na qetëson shumë dhe prandaj na bën të themi se shumë me gjas kemi të bëjmë me një fibrom të tipit cervikal. Një endometër i tipit sekretiv, në përputhje me fazën e ciklit menstrual të raportuar, endometri është i rregullt. Bashkimi endometër-miometër është i rregullt. Këtu e shohim më mirë në një plan skanimi koronal, ku shohim një diametër antero-posterior prej 58 mm dhe një diametër anterolateral prej 78 mm. Kalojmë te aneksi i djathtë, i cili është qartësisht i rritur në vëllim për shkak të pranisë së kësaj formacioni. Një formacion unilokular me borde të rregullta dhe vaskularizim periferik, që është shumë tipike për trupin luteal hemoragjik. Por këtë e kuptojmë edhe nga anamneza që na tregoi gruaja, që ka pasur dhimbje në fosen e djathtë. Dhe pastaj pamja tipike. Pamja si rrjet me rimange, që është tipike për trupin luteal hemoragjik. Tu jemi te vezori i majt, i cili, siç e kemi përmendur edhe më herët gjatë ekzaminimit, duket i rritur ndjeshëm në vëllim për shkak të pranisë së këtij formacioni bilokular me këtë septum qendror që ndan këto dy formacione me përmbajtje të plot anekogjene të lëngshme, që është plotësisht avaskulare. Sipas të gjitha gjasave dhe karakteristikave të vëzhguara, kjo është një kist funksional, e cila duhet të rishikohet me kujdes breaktime 0.5 disa ditë pas përfundimit të këtij cikli të rregullt menstrual. Këto formacione kanë gjithashtu karakteristika beninje të ultrazërit dhe për këtë arsye nuk na shqetësojnë. Këtu
Këtu e ndezim gjithmonë gjyrën për t'u siguruar që nuk ka vazo. Anormal. Dhe këtu e mbyllim duke vëzhguar edhe një herë. Kjo formacion në qafën e mitrës me vaskularizim periferik ka karakteristikat grafike të fibromës cervikale. Por cilat janë mesazhet kryesore që duhet të marrim me vete? Atëherë, çfarë do të bëjmë? Të bëhet një rivlerësim të plot pas 3 muajsh i lezionit cervikal bërëaktime 0, pesë që, si të tham, i cili paraqet të gjitha karakteristikat ekografike të fibromës me vaskularizim periferik. Një fibrom me tendencë të paktën paksa ndryshe nga ato që jemi mësuar të shohim, sepse është e lokalizuar në nivelin e qafës së mitrës. Duhet të bëjmë një rivlerësim pas ciklit menstrual të lezionit ovarian në anën e majtë për të përjashtuar lezione organike dhe jo të natyrës funksionale. Dhe pastaj do të bëjmë një rivlerësim të plot e të detajuar edhe me kalimin e kohës të atij trupi luteo-hemoragjik specifik që pam qartë në atë rajon të caktuar anatomik. Anësore, djak. Faleminderit për vëmendjen.